Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me si do jetë fillimi i qershorit, në lidhje me të gjithë ju. Deri në datën 14 qershor, sepse është një periudhë e mirë që duhet ta shfrytëzoni të gjithë këtë periudhë, sepse gjysma e dytë e qershorit do ketë sfida dhe do jetë përsëri e vështirë. Do ketë gjëra të çuditshme, gjysma e qershorit, e dytë e qershorit, por do sjellë dhe vështirësi dhe trazira. Gjithsesi, ne do flasim për fillimin e kësaj periudhe. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëhere, tham që do jetë një periudhë e mirë, do ketë ndryshime, do jetë fundi i vështirësive që keni kaluar deri tani, dhe do jetë dhe fillimi i ndryshimeve të mëdha që do ndodhin për gjitha shenjat e zodiakut. Shenjat 10 ditëshet e para do jenë më të ndikuara në lidhje gjatë kësaj periudhe dhe është një periudhë deri në mesin e qershorit, mesin e qershorit, ku do ketë një klim pozitive. Do jetë më mbështetëse deri në mesin e muajit. Në pjesën e dytë tham që mund të fillojnë këto situata pak të vështira, trazira, por edhe situata të tjera. Gjithsesi, kemi Jupiterin në Gafore që është në datën 10, që do të çlirojë më tepër shenjat e ujit. Në datën 11 qershor kemi atë hënën e plot që është në boshtin binjak shigjetar, edhe kjo do ndikoj kryesisht në shenjat e ndryshueshme, por në 10 ditëshet e treta. Është një hënë e plot që është në datën 11 që ofron mundësi të veproni duke qenë shpengus ose në mënyrë shpenguese, dhe do sjellë një fillim të ri, por do sjellë edhe një frym të vërtet dhe optimiste gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, të favorizuara janë më tepër datat 4 deri në datën 8 qershor, ku favorizojnë më tepër suksese të rëndësishme në lidhje me punën. Keni parasysh në lidhje me këto data. Gjithsesi, unë do shoh të përgjithshme, do shohim me tarotin se çfarë do ndodhi. Këto sa për informacion për ta ditur që deri në mesin e muajit shfrytëzoni mundësitë që do t'ju jepen, si në lidhje me dashurinë, me punën, me financat tuaja, por dhe me situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe vazhdojmë. Unë mora kartat e angjëjve më tepër për të folur. Dhe ju shoh, këtu kemi shenjat e ajrit, shenjat e tokës. Ju do jeni shumë familjar gjatë kësaj periudhe, do keni informacione të ndryshme në lidhje me dashurinë, me punën, me familjen. Kemi edhe energji të shenjave të ujit, keni fillime të reja, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, por mund të jetë një punë e re ose një projekt, një karrierë, një bashkëpunim. Dhe shoh që ju do jeni shumë të dashur me familjen tuaj, por do keni dhe informacione të ndryshme gjatë kësaj periudhe. Dhe vazhdojmë në lidhje me shenjat e tokës, por edhe të ajrit dalin këtu. Një angjëll mbrojtës keni në të dyja rastet. Ju keni një angjëll mbrojtës në lidhje me situata të ndryshme. Do jeni në aksion gjatë kësaj periudhe. Dhe këtu kur flasim themi do jeni në aksion, ju mund të merrni iniciativa në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me punën tuaj nga ana ekonomike, por është një periudhë shumë e mirë për gjithë ata që mund të jenë në dilema se çfarë rrugë të zgjedhin gjatë kësaj periudhe. Ju do keni një angjëll mbrojtës që do t'ju orientojë në lidhje me rrugën që duhet të zgjidhni. Dhe këtu flasim. Në qoftë se ju ndini në dilema ose nuk dini çfarë rrugë të zgjidhni në lidhje me një dashuri, atëherë është angjëlli juaj mbrojtës që ndoshta në momentet që ju vërtet keni nevojë ta dini këtë gjë, do t'ju sugjeroj se çfarë drejtimi të merrni. Ose ju thjesht do t'ju vi mendimi papritur për të marrë rrugën e duhur. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, për gjithë ata që kanë lidhje, por dhe në situata të ndryshme që mund të ndodheni, edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja,
njofit lidhjet që keni dhe shohim në vazhdimsi. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të ajrit përsëri, pasohet përsëri ajër. Do jeni shumë përsëri është një ëngjëll që ju mbështet, ju do keni shumë pasion gjatë kësaj periudhe, do keni pasion në bërjen e gjërave, në lidhje me një fillim të ri, mund të jetë një fillim i ri në dashuri. Në rastin tjetër mund të jetë diçka që ju dëshironi të hyni në diskutime, në bisedime, në lidhje me situata të ndryshme, ose ju do jeni duke inspiruar diçka, por për një pjesë tjetër ju do jeni duke menduar, shoh që keni kaluar eksperienca, do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, por bazuar në logjik, në lidhje me situata të ndryshme, me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, por dhe gjithçka tjetër. Dhe kemi shenjat e tokës, por edhe të zjarit. Ju do jeni shumë konfidencial gjatë kësaj periudhe, do jeni shumë karizmatik, ju shoh në lëvizje, mund të keni një ofertë në lidhje me dashurinë, me punën, ju shoh në udhëtime të shkurtra ose të gjata, do jeni në aksion në bërjen e gjërave, do keni shumë pasion gjatë kësaj periudhe, por do kërkoni gjërat që ju dëshironi. Ju mund të jeni në lëvizje në lidhje me një dashuri, kërkoni një dashuri dhe ju shoh që do keni shumë pasion, do ta bëni me shumë pasion këtë gjë. Ose në rastin tjetër, do jeni në aksion, në lëvizje, duke e kërkuar një dashuri. Në rastin tjetër, mund të jeni duke kërkuar një punë, ose do jeni dhe shumë entuziast gjatë deri në mesin e muajit. Ndërkohë, mund të jeni duke kërkuar një punë, por këtë do ta bëni me shumë pasion, ose në lidhje me anën tuaj ekonomike, për të ndryshuar gjërat në lidhje me anën ekonomike. Dhe ju do ta bëni këtë duke u treguar, duke qenë në lëvizje, duke përdorur atë entuziazmin tuaj, por edhe thash do jeni dhe karizmatik ose pasionin tuaj në bërjen e gjërave. Dhe vazhdojmë përsëri, dhe këtu kemi lidhje përsëri me shenja ajri përsëri. Shenjat e ajrit fluturojnë, shoh që ju do jeni me lajme të mira plot, do keni udhëtime ajrore, shoh më tepër këtu, por mund të jenë toksore. Ju do keni rezultate pozitive gjatë kësaj periudhe. Do keni lidhje shumë me komunikacionin, me lëvizjet, dhe tham me udhëtime, mund të jenë udhëtime ajrore më tepër, ose mund të jenë dhe udhëtime të tjera. Do jeni shumë aktiv, por do jeni dhe shumë idealist gjatë kësaj periudhe, në lidhje me gjithçka. Ndoshta udhëtim nuk do thot vetëm udhëtim, një udhëtim ku ju doni të shkoni diku, mund të jetë që mund të keni një udhëtim shpirtëror, mund të jetë një udhëtim në lidhje me punën tuaj, ku ju dëshironi, ose me karrierën, që gjërat t'i çoni përpara. Gjithsesi shoh që keni lajme të mira, do keni rezultate pozitive, por do keni një lidhje të fortë mund të keni dhe me internetin, por edhe shumë lëvizje shoh këtu udhëtime. Dhe vazhdojmë me shenjat e tokës përsëri. Shenjat e tokës, disa prej jush, shoh që ju do jeni në aksion dhe ju gjatë kësaj periudhe në bërjen e gjërave. Ju do lini mbrapa ato vështirësit, ju shoh që po punoni shumë fort, keni ëngjëllin tuaj mbrojtës që do t'ju mbështesi në lidhje me punën tuaj, me anën ekonomike, por edhe me situata të ndryshme. Kjo ka lidhje më tepër edhe me bujqësinë, për gjithë ata që kanë lidhje me bujqësinë. Dhe kemi kartën e botës, dhe kjo del më tepër te shenjat e ajrit, mbyllni një cikël të vështirë. Gjithsesi shenjat nuk kanë shumë rëndësi, sepse këto thjesht dalin fuqishëm që unë i përmend, por ky lexim është për gjitha shenjat e horoskopit. Ju do mbyllni një cikël të vështirë, një ëngjëll mbrojtës, është ëngjëlli Mikael, që do t'ju ndihmojë. Ju do jeni duke festuar mbylljen e situatave të vështira, do jeni shumë spiritual gjatë kësaj periudhe, por do jeni dhe full
emocione, full force, për t'i çuar gjërat para, për t'u çliruar nga gjërat e kaluara të vështira, por edhe për të bërë fillime të reja të lumtura, duke hedhur një hap drejt lumturisë. Dhe kur themi hidhni një hap drejt lumturisë, hapi drejt lumturisë nuk hidhet nga sot në nesër, por do jeni duke bërë ndryshime gradualisht për të shkuar aty ku ju dëshironi. Dhe vazhdojmë. Dhe kemi përsëri energjitë shenjave të zjarit këtu. Ju të shenjës së zjarit, ju shoh me qëllime në veten tuaj. Do keni një energji të jashtëzakonshme, do jeni shumë optimist, do merrni një bravo të madhe në lidhje me situata të ndryshme që do keni. Do keni shumë pasion në dashuri, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ju do jeni shumë realist në lidhje me situata të ndryshme, por ju shoh që jeni në pritje të përgjigjeve. Mund të prisni një përgjigje në lidhje me dashurinë, një përgjigje në lidhje me punën, një përgjigje ekonomike, por të vendosur në qëllimet tuaja dhe shoh një dritë e bukur do shkëlqej për ju. Ndoshta do ndizet një dritë e bukur ku ju do t'ju udhëheqi në lidhje me qëllimet që i keni vendosur vetes. Dhe kemi kartën e karozës, energjia e shenjës së gafores, por dhe shenjat e ujit. Ju shoh që do jeni në lëvizje gjatë gjithë kohës, do të jepni drejtim dashurisë, njohjeve, lidhjeve, marrëdhënieve tuaja, por do merrni kontrollin në duart tuaja, por do të jepni drejtim dhe punës tuaj, anës tuaj ekonomike, emocioneve tuaja, sepse është një kartë emocionale, por dhe familjes tuaj. Dhe ju shoh që ju do keni sukses. Do keni sukses gjatë kësaj periudhe në lidhje me në momentin që ju do merrni kontrollin në duart tuaja, në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Ju shoh në udhëtime të shkurtra ose të gjata. Dhe kemi angjëllin me numër 16, Kamuel. Dhe këtu kishim teshtata e karocës Metatron, është angjëlli Metatron. Gjithsesi, ju këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit, të tokës, shoh, dhe ju do jeni duke studiuar situata gjatë kësaj periudhe, por gjithashtu do jeni shumë optimist në lidhje me gjithçka. Ju shoh që nuk do keni shumë mendime, do keni lidhje me internetin, një lidhje shumë të fuqishme gjatë kësaj periudhe. Mund të jenë njohje në internet, aplikime nëpërmjet emaileve ose internetit përsëri, por shoh një lidhje shumë të fortë. Ju do jeni, ndoshta do qëndroni edhe do jeni duke qëndruar gjatë në rrjetet sociale ose diçka tjetër, por gjithsesi është një periudhë ku ju do jeni shumë të lidhur me internetin. Dhe vazhdojmë. Atëherë, shohim kemi përsëri shenjat e zjarit, të ajrit, të ajrit. Duhet keni kujdes, mos u tregoni të nxituar. Në lidhje me situata të ndryshme gjatë kësaj periudhe, është një periudhë e mirë në lidhje me të gjithë, vetëm thjesht mos nxitoni. Nëse ju dëshironi të futeni në një njohje, atëherë mos nxitoni. Ta vendosim këtu. Atëherë mos nxitoni, ndoshta të nxirrni konkluzione. Ju shoh që do jeni shumë inteligjent gjatë kësaj periudhe, do komunikoni shumë fort, por do përdorni shumë fort pjesën e logjikës, pjesën e emocioneve, thjesht mos u nxitoni në marrjen e vendimeve, flasim këtu. Gjithsesi, është një periudhë, mund të jetë një periudhë udhëtimesh të shkurtra ose të gjata, ju jeni në lëvizje për të kërkuar gjërat që doni. Dhe kemi katrën e shkopinjve, energji të shenjave të zjarit përsëri, shoh një lloj stabiliteti që do harrini të gjithë ju. Këtu kemi edhe energji të shenjave të zjarit, të tokës, të ajrit, të ujit. Jeni të mbështetur nga një angjëll mbrojtës, një dritë e bukur do vit drejt jush. Ju shoh që për pjesën e beqarëve ju do keni takime
do jeni duke festuar një takim, por ndërkohë ju do rivendosni dhe situata të ndryshme që keni në lidhje me lidhjet, njofjet ose marrëdhëniet tuaja. Do jeni të relaksuar gjatë kësaj periudhe në lidhje me situata të ndryshme, sepse ju do harrini të stabilizoni situatat. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje dhe me situata të ndryshme, ju stabilizoni punën tuaj ose anën tuaj ekonomike, do jeni themelet forta gjatë kësaj periudhe, sepse ju shoh që ju do jeni dhe duke festuar. Mund të keni dhe festime në familje ose diku tjetër. Gjithsesi, unë do marr dhe një mesazh nga angjit. Këtu përfshihen gjitha shenjat e horoskopit. Se çfarë ju thon mesazhet nga angjit. Edhe pse këto ishin po mesazhe, dolën 2 letra dhe shohim. Unë shoh një lloj stabiliteti, sepse kemi energji të shenjave të tokës, ku është energji e 10-ës monedhave, dhe ju thotë që është një periudhë shumë e lumtur në lidhje me njofjet, lidhjet familje dhe me familjen tuaj. Ju do ndjeni një siguri ekonomike. Nuk thash te kjo kartë, po kjo ka lidhje dhe me shtëpi, zhvendosje nga një shtëpi në shtëpi tjetër, blerje ose diçka tjetër, sepse e tregon edhe kjo letër. Dhe thotë që ju do krijoni një siguri ekonomike. Magjia do ndodhi tani, thotë. Por duhet shikoni magjin, duhet ta shikoni edhe te gjërat e vogla që ju rrethojnë. Dhe këtu flasim në lidhje me një dalje në natyrë, sepse është diçka, domethënë, që ju jep energji, ju jep forcë, por pasuroni dhe jetën tuaj në lidhje me duke shijuar edhe gjërat e vogla. Gjithsesi, ju do harrini të stabilizoni. Disa prej jush do kenë blerje shtëpi, zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër, do jeni shumë të lumtur në lidhje me familjen, tham, një siguri ekonomike, dhe thotë që përqafoni magjin edhe në gjërat e vogla. Domethënë, ju mund bleni një shtëpi, por shijoni dhe gjërat e vogla. Dhe kemi kartën tjetër që ju thotë, ju do kemi asin e shpatave që janë fillimet e reja, do keni ide të reja, thotë, dhe të zgjuara gjatë kësaj periudhe, dhe do t'i përdorni këto ide me zgjuarsi. Shikoni të vërtetën në situatat që jeni, më saktë. Ju keni bërë një punë të mirë, thotë. Mund të jetë, thot, edhe një fillim që mund t'ju krijoj pak vështirësi. Pavarësisht kësaj, ju do keni ide, do përdorni shumë inteligjencës, do shikoni të vërtetat ashtu siç janë, dhe do filloni një punë, edhe pse ajo mund të ketë ato vështirësitë e veta. Unë do marr dhe një tjetër, me që ato nuk u trokitën. Dhe kemi kartën tjetër, kemi përsëri energjizjarit, treshin e shkopinjve, kemi treshin e shkopinjve, që ju thot, gjërat do vinë shumë mirë në lidhje me ju. Thjesht bëni durim dhe gjatë kësaj periudhe, thot, dhe bëni plane afatgjata. Është një periudhë që mund ta shfrytëzoni në lidhje me këtë gjë, sepse është vërtet një periudhë e mirë. Ju do jeni në pritje, mund të jeni në pritje të një personi, të një dashurie, të një përgjigjeje në lidhje me punën, me financat tuaja, ose një pritje për t'u larguar jashtë shtetit. Ju mund të prisni diçka nga jashtë, ose ju mund të prisni fëmijët tuaj që ju vinë, ose diçka tjetër. Mund t'i merrni çfarë prisni ju, mund të prisni një përgjigje, por ka ardhur momenti, thotë, që gjërat do shkojnë shumë mirë. Thjesht duhet të bëni durim, t'i merrni gjërat me qetësi, dhe të bëni, është një periudhë që ju mund të bëni dhe plane afatgjata. Atëherë kjo ishte për të gjithë ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj video, dëgjojmë në videot e radhës.